Desha t'ju kërkoj falje shqiptarëve sepse dje isha i dehur, vi në orën 3 natës dhe shikoj hartën e pretendimeve territoriale të grekërve ndaj Shqipërisë dhe në këtë hartë ishin shënuar rrugët me të kuqe. Dhe rrugët në greqishtën e lashtë në numrin shumës ishin dromoi, por në shekullin e 4 të erës sonë u shqiptuan dhromoi. Dhe kjo dheja bëhet dhë në ndikimin e Shqipes. Dheja nuk ka ekzistuar në greqishtën e lashtë. Këtë e dim nga burimet të sakta të Bizantit. Pra gjuha arvanitese ka ndryshuar gjuhën greke. Dhe tani, nga fjala dhromoi, që shqiptohet dhromi, nga topografët grek krijohet toponimi dhromi, që në shqiptohet dhermi. Dhe njëjti toponim është në Shkodër, dromi, është dhe toponim, ka dhe kuptimin rruga. Pra, toponimi në Shkodër është shumë i lashtë, është para shekullit të parë të erës sonë, me shqiptimin origjinal dromi. Por shkruheshte dromoi, por ilirët nuk dinin të shkruanin, ata e dëgjonin nga grekët dromi, por grekët e shkruanin dromoi, në numrin shumës, udhët. Dhe kjo bëhet origjina e emrave mashkullor në Shqip në njëjës, e pabesueshme. Tani, grekët e trajtojnë fjalën dhromi si fjalë të lashtë të Homerit droma, që i thon pemëve në Asnjanës. E marrin këtë fjalë nga Iliada dhe krijojnë toponimin drumadhe në numrin shumës pemët. Por origjinali është dhromi. Pra drumadhe nuk ekziston në hartat greke për Shqipërinë, për Himarën, në shekullin e 20, në vitin 1919, kur delegacioni grek bën hartat e Shqipërisë dhe proteston përpara Senatit Amerikan, për shkak se Shqipëria sipas tyre nuk duhet të ekzistojë, sepse mban territore greke. Pra, në gjuhën shqipe është regjistruar që në lashtësi dromi, rruga, por kjo është në numrin shumës në greqisht. Dromi, por shkruheshte dromoi. Gjuha shqipe reflekton ndryshimet thelbësore të greqishtes, nga d në dh, në dhromi. Asnjë gjuhë tjetër, as vetë greqishtja këtë se ka regjistruar si ndryshim fonetik. Greqishtja sotme ka vetëm variantin dhromi. Por akoma shkruhet dromoi dhe shqiptohet dhromi, edhe në helenishtën e lashtë shkruheshte dromoi dhe filloi të shqiptoheshte dromi në shekullin e parë të erës sonë. Pra, krejt pa dashje, kam gjetur mënyrën se si u krijua mbaresa e emrave mashkullor në Shqip. Ka ardhur nga shumësi i greqishtes dhe ilirishtes. Pra ilirët kanë folur helenisht, është e sigurt. Dhe emri dhërmiut është një krijim i ri, një neologjizëm nga topografët grek, nga fjala rruga, dhromi në shumës, udhët. Dhe jo pemët, siç thon grekët që vjen gjoja nga gjuha e Homerit, druma, nga Iliada. Pra, zbulimi im qëndron, por kur e bëra këtë zbulim isha pak i dehur. Tani jam esëll dhe kam kuptuar se çfarë kam zbuluar. Por zbulimi u bë në orën 3 natës, është regjistruar live në YouTube. Është zbulim epokal, jashtëzakonshëm, tregon që Shqipja ka krijuar mbaresat e emrave mashkullor nga shumësi i ilirishtes dhe i helenishtes, sepse ilirët flisnin helenisht. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.